Bashkëqytetar, bashkëfshatar, shkurt fare, se kështu e kam edhe porosin, pa ju mërzitur, por do shpreha të spari një kënaqësi të paparë, që jo vetëm që jemi cilësor në ato që bëjmë në jetën e përditshme shqiptare, po jemi edhe shumë. Dhe u desh që kësi rastesh na bëjnë që të shohim njëri tjetrin në sy, të bashkohemi dhe me të vërtetë ja vlen që të mblidhemi për libra që janë si kjo e zotit Viktor e profesorit thesar. Nga vetë fjala, thes me ar. Po edhe për një krajin, visar, prapti, nuk është shasit, vise të arta. Edhe geologu George von Hans, 1856, kur i qoi libri për Shqipërinë, sepse Skrapari është pjesë e Shqipërisë. Vetë Shqipëria është ar. Edhe i thoshte, ai konsul austriak në Greqi, dashurohesh me shqiptarët. Edhe i thoshte, urdhoi dhe një libër për një popull ar, për një vend ar. Akademikët tanë e përkthyen armbajtës. Ai e ka popull ar. Edhe i thoshin, po ti je gjeolog, ç'neti me këto gjëra? Po mos u merr me mua edhe, merr edhe. Dhe është libri më i bukur, dhe albanologu i parë shqiptar. Për thesar që është Shqipëria, për visar që është Shqipëria, e njëjta gjë dhe zoti dhe profesori Viktori shkruan për një krain, Skrapari, Skraparasit, që është qendër e asaj Dodone dimërkeqet, që e ka vendin atje në një fron ku është ullur Zeusi dhe formoi botë. I thua këto gjëra, edhe merr Obazi, si domethënë ta përgojonte mendimit. Po ç'ka erdhi? Ata ka 1% të drejtë, fqinjë tanti. I shtojnë 99% në ndjenjë krenar. Ti edhe kur e ke drejtë me vete, vlerën me vete, nuk e beson, e në përkemti. Ajo është legjendë. Është e vetmja krain në botë që ka 101 legjendë. Më gjeni, 1, 2, Shkodra, 1, 2, Shqipëria, 1, 2, 3, 4. Pa i s'ka legjendë fare e zvisë, më e kryon legjendë, e shpika i, edhe e ruan si syta balit. Ti i ke 101 legjenda dhe nuk i ruan. Ti i thua që i e fis i nderuar, i e kont, sa e bëra me Kevin, bisedë. I e kont, i Sembelli, Gur, Asambelli, Gjindol, edhe ju mbjem atuaj. Konte, Duk, Lord, sepse Europa shkëlqeu në 1500 kur 12 fisë shqiptare shkuan, formuan gjakun blu të Europës, dhe Europa u quajt mbretëresh, pikrisht në ato vite, 1500, dhe Albania është 4 herë. Njërë në Skoci, njërë në Dardani, njërë në Kroaci, njërë në ku jemi në sot, e ja 5 herë, dhe njërë në Epirë. Qa keni më spesoni? Pra, këto gjëra në i silë dhe i malli Viktor, që unë e kam lexuar përmendsh, dhe po t'i vëshre, s'kam libër, si Tomori, është i vetë një libër në botë. Se ka artikull për Tomori, po libër nuk ka, po jam referuar pikërisht ke profesori shumë gjëra. Pra, për të rënë shkurt, nuk është asi që Skraparasit, duhet jemi edhe pak më tepër bashkë. Nuk është asi që janë majat. Ati ullë, thot maja e poezisë, poeti i madh shqiptar, si Omeri në ditë tonë, që kemi këtu me vetë. Zoti i ullë, aty ku la u kemët. Tomori, që i jep Skraparasit një lloj bekimit, një lloj urimit, prandaj dhe jemi nukull, bërtham atje ku vemi, jo se janë shumë, është përgove bukur, jo se janë shumë, po janë nukull, janë bërtham, nuk është rasi, të parat në media, gazetarë më të mirë, nga Skrapari, nuk është rasi. Nuk është rasi se janë bekuar dhe të ushqyer me ujt e Tomorit, që jo pak, po janë 101 burime ujë në Tomor, i cili bën një nahije kaq të madhe që fut edhe Beratin, si qytet parë të vjetër botës, po e fut Beratin, po janë Skraparasit që kanë një farë xhelozie qytetarët e Beratit, që jo e dominojnë, jo e predominojnë, po jo udhëheqin, po marrin pjesë në jetën aktive të Beratit. Unë vetë jam Skrapari lindur në Berat, po amandi Skraparasit bonin atë jetë aktive në Berat, që shumë xhelozojnë kot se koti, nuk që ne jemi shumë bashkëpunëtorë, i pranojmë ata. Prandaj do të them që nuk është rasti, unë po mbyll me këto fjalë që edhe ajo që shpjeguat, ajo ura e Qabes është për te ura është lidhje. Për te lidhjes muslimane që është Qabea, edhe lidhjet e tjera që mund të jetë, për kjo është kënga e Qabes. Kështu që në të kuptim, edhe mund të kem ne shumë gjëra, ditë them që në Skrapar ka ardhur Akilit, i nderuar, me që ke dhe mediat, është ludhur atje. Ka ardhur Aleksandri Madhi. Ju Cezari në Skrapar, në dimërkeqe, në Dodon, dhe është u lutur, sepse që të merja
thenës dhe fat dhënës për një betej, për një popull. Duhet vije ke Dodona atje, ke i Fron Lizeushi që merr bazë tallesh. Edhe ta mbyll që është pikërisht që ne duhet i mishërojmë, duhet i themi, kur mashtrimi i thuhet me mira herë, e vërteta duhet të me miliona herë. Prandaj t'i themi këto vlera që kemi dhe në kuptim, po më bën dhe shenjë, po ta mbyll, dakor? Takomi prapë tjetër, ju pafshim, faleminderit.